Herë mirëmëngjesi dhe përshëndetje për gjithë, i nderuar kryetari i komunës Zotëri Qemajl Aliu, të nderuar drejtor komunal, kolega asambleist, të nderuar familje të martirëve dhe dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta shlerimtare, i nderuar kryetar i Bashkësisë Islame në Shtimin Zotëri Skënder Baftiu, shumë të nderuar dhe respektuar qytetarë të komunës së Shtimes, ju uroj mirëseardhje në këtë seancë solemne me rastin e 23 vjetorit të ditës së çlirimit në komunën tonë. Shfrytëzoj rastin t'ju uroj këtë ditë në emrin tim dhe në emër të Kuvendit Komunal në Shtime, uroj për zhvillim dhe ditë të mbara në shtetin tonë demokratik dhe sovran. Po besoj që gjithë e keni marrë agjendën e ditës së sotme, pra ditës së 23 vjetorit të çlirimit të Shtimes. Unë nuk do zgjatën shumë, me këtë rast dua që t'ja kaloj fjalën për një fjalë rasti kryetarit të komunës Zotëri Aliut.
Të nderuar veteranë dhe familje të dëshmorëve të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuara familje të martyrëve të komunës sonë, të nderuar përfaqësues të kuvendit komunal, të nderuar kryetar Ademi, të nderuar përfaqësues të institucioneve në komunën tonë, të nderuar qytetarë të dashur miq të pranishëm këtu në sallë. Sot shënojmë së bashku 23 vjetorin e çlirimit të komunës sonë nga robrimi kolonial shekullor i Serbisë, nga gjenocidet e saj ciklike mbi popullin shqiptar në trevat e veta autoktone, siç janë edhe fshatrat dhe qyteti i komunës tonë. Shtimja ka qenë historikisht nyje brenda nyjes të madhe të kombëtare, nyje frymëzuese për nga kontributi shekullor në rezistencën çlirimtare shqiptare, nyje përbashkuese për nga sakrificat, nyje lidhëse në aspektin e vendodhjes gjeografike, nyje për zhvillimin e kulturës kombëtare shqiptare. Prandaj, me politika represive dhe krime masakra, Serbia bëri çmos ta zhbënte këtë nyje neuralgjike. Por ajo dështoi. Dështoi sepse vullneti për liri ishte më i fortë se dhuna për ta shtypur rezistencën shqiptare të mishruar thellë në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës. Betejat e lavdishme të UÇK-s në Grykën e Caralevës, në Raunc, në Pjetështic, në Belinc, në Zbërc, në Reçak, Petrove, Mollopolc, gjithandej fshatrave malore, por jo vetëm, në gjithë komunën tonë, kontributi i veprimtarëve patriot në për dekada dhe organizimi si dhe mbështetja popullore që ju dha rezistencës për liri, na bëjnë krenar dhe të ndërgjegjshëm se lirin tonë ja dedikojmë guximit dhe sakrificës sublime të ushtarëve dhe dëshmorëve të UÇK-s, si dhe veprimtarëve patriot që nuk u ndalen kurrë aktivitetin e tyre patriotik dhe gjitha familjeve që kontribuan me vetë mohem për këtë ditë. Pa këtë rezistencë popullore nuk do të ishte siguruar as mbështetja dhe ndërhyrja vendimtare ushtarake e aleatëve tonë të NATO-s, si dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj, për ulmi para gjakut të derdhur si dhe para sakrificës së të gjithë brezave që mundsuan çlirimin e komunës shtimes dhe çlirimin e Kosovës. Drejt së ardhmës mund të shkojmë vetëm duke njohur mirë historinë tonë e duke respektuar thellë të gjithë ata që na mundsuan një të ardhme në liri. Në këtë kuptim, liria nuk është liria për të mos patur përgjegjësi. Përkundrazi, liria na ngarkon me detyrime ndaj brezave të shkuar, ndaj brezit ton dhe ndaj brezave që do vinë. Dita e çlirimit shtimes, ashtu si edhe vetë komuna jon, është një nyje. Ajo është nyja që lidh idealet e brezave të kaluar me të ardhmen tonë. Kjo nyje lidhëse na ka mbledhur sot bashkë. Dita e çlirimit do na mbledh gjithmonë bashkë. Për të na kujtuar detyrimet që kemi sot në liri, për të punuar me përkushtim për përparimin e gjithanshëm të komunës tonë në emër të dëshmorëve që dhanë jetën për liri e për një jetë me dignitet, drejtësi dhe zhvillim për fëmijët tonë, për një të ardhme me begati për shtimin, popullin e Kosovës dhe për gjithë kombin shqiptar. Lavdi gjakut të dëshmorëve dhe martyrëve të kombit, urime ditën e çlirimit shtimës. Faleminderit. Faleminderit kryetar Aliu. Tash për hir që të qytetarëve të gjithë ata që nuk kanë mund ta shohin agjendën, po e lexoj, do të thotë pas mbledhjes solemne do të ketë në ora 9 hamazhe dhe vendosje të kurorave dhe buxhetave të luleve të shtatorja komandantit legjendar Adem Jashari në sheshin UÇK, në varrezat e dëshmorëve të UÇK-s në Shtime, Mollopolc, Reçak, Rancë dhe Caralev. Në ora 10 do të jetë gara ciklizmit pesta me bicikletë. Në ora 12 inaugurimi i bustit Ahmet Shtimja te sheshi Ahmet Shtimja. Në ora 14 do të ketë ndarje të mirënjohje për nxënësit të cilët kanë marrë pjesë në garat e diturisë të shkollave fillore të komunës së Shtimës në shtëpinë e kulturës. Në ora 16 do të jetë finalja në futsal te palestra sporteve në Shtime.
Në ora 18 do të ketë një koncert festiv në Shtëpinë e Kulturës me rapsod të komunës së Shtimes, dhe në fund do të jetë në ora 19:30 perurimi i simbolit të shkronjave të OÇK-s në fshatin Raçak. Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj për prezencën tuaj. Me kaq po përmbyllim këtë seancë dhe ju ftoj që të gjithëve kështu bashkarisht të shkojmë dhe të bëjmë homazhe të bashkohemi delegacionit të komunës. Faleminderit shumë, gjithë të mirat për juve.